Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani 10 kokra qershi para se të flini, do mrekulloheni me atë që ndodh organizmit. Vlerat dhe vetit e qershive janë të pasura për organizmin. Qershit përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe kalium. Vlerat shëndetësore që merren nga konsumi i ushqimeve të pasur me vitaminën A dhe vitaminën C përfshijnë një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore të shërimit të plagëve dhe shikueshmëri më të qartë, veçanërisht në kushtet kur drita është e kufizuar. Konsumi i ushqimeve të pasur me kalium ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe zvogëlon rrezikun e formimit të gurëve në veshka. Qershit janë një burim i pasur i antioksidantëve të fuqishëm që kryejnë edhe element ushqyes dhe kanë gjithashtu një sër përfitimesh për trupin. Një ushqim i pasur me antioksidant ulë rreziqet e sëmundjeve kardiovaskulare. Konsumi i qershive ka gjeturjehon për shkak se është gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë në çlirimin e dhimbjeve nga sëmundjet si artriti. Kohët e fundit është zbuluar se qershit luftojnë pagjunësinë dhe dhimbjet muskulare. Kjo fal natyrës antiinflamatore dhe vitaminës C dhe antioksidantëve që ato përmbajnë. Një nga elementet më të mirë të qershive është edhe nxitja e gjumit. Sipas studimeve, vlerat antiinflamatore të qershive ndihmojnë që të flini më mirë. Një dietë me përfshirjen e qershive është një zgjidhje jashtëzakonshme, e shijshme dhe freskuese për gjumin tuaj. Zvendësoni ushqimet e darkës me këto fruta që bëjnë një ndryshim thelbësor për shëndetin. Shuajnë dhimbjet fizike. Qershit janë natyralisht të pasura me kalium që përçojnë impulse elektrike në të gjithë trupin. Ky mineral ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut, hidratim, rimëkëmbjen e muskujve, impulseve nervore, tretje, rrahje të zemrës dhe ekuilibrimin e pH-it. Në një gotë me qershi do të gjeni 330 mg kalium që përbën 10% të dozës rekomanduar ditore të kaliumit. Luftojnë inflamacionin. Studimet të cilave u referohemi kanë treguar se antioksidantët e qershive mund të pakësojnë dhimbjet dhe të zvogëlojnë inflamacionet e shkaktuara nga osteoartriti. Forcojnë imunitetin. Si të gjitha frutat dhe perimet, qershit janë të pasur me doza të mëdha të antioksidantëve dhe afërsisht luftojnë virozat. Flavonoidet antioksidantët që gjenden te qershit luftojnë infeksione në shumë nivele. Studimet kanë treguar se këto element kanë ndikime domethënëse në funksionin e sistemit ton imunitar dhe mund të sjellin gjithashtu përfitime mjaft të mira në dobi të organizmit. Qershit përmbajnë gjithçka që trupi ynë ka nevojë që të jetë më i shëndetshëm dhe mbi të gjitha akoma më shumë vital. Ato janë të pasur me vitaminën A, vitaminën C, vitaminën E, acid folik e të tjera. Ajo është e pasur me minerale të tilla si kaliumi, magnezi dhe fibrat. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga vetitë më të mira të qershive në organizëm. Ato mbrojnë edhe nga disa forma të radikaleve të lira, zvogëlojnë rrezikun nga infarkti i zemrës. Qershit pengojnë oksidimin e kolesterolit të dëmshëm LDL, i cili dëmton enët e gjakut. Për të pasur zemër të shëndosh, hani sa më shumë qershi. Duke ndikuar në zvogëlimin e arteriosklerozës, qershit ju sigurojnë që të keni enët të shëndetshme të gjakut dhe të mbrojnë nga pikat në tru. Për një shikim më të mirë, hani qershi me që ato kanë ndikime pozitive në sy. Ato përmbajnë kurkumin dhe zvogëlojnë prirjen e gjakut që të trashet, duke zvogëluar kështu rrezikun për tromboza. Për shkak të përqindjes së lartë të kaliumit, nxisin nxjerrjen e lëngjeve dhe ndikojnë në uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Qershit zvogëlojnë proceset inflamatore të organizmit, po ashtu lehtësojnë vështirësinë e sëmundjeve reumatike, para së gjithash janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që vuajnë nga artriti. Qershit janë një burim i antioksidantëve dhe për këtë arsye ndihmojnë në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik që është faktori kryesor në sëmundjet e artritit reumatik dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumi i këtij fruti ul me 35% shansin e dhimbjeve për kockat. Gjithashtu qershit parandalojnë inflamacionin e organizmit dhe problemeve në presionin e ulët ose të lartë të gjakut. Ato ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit mund të jenë një zgjidhje e dur për të qëndruar të shëndetshëm. Si të gjitha frutat, edhe ngjyra e kuqe e qershive ndihmon në rregullimin e sheqerit në gjak. Antioksidantët sipas mjekëve rriten me 50% në prodhimin e nivelit të insulinës në trup, duke ndihmuar në rregullimin e niveleve të sheqerit.
Qershit janë një ndihmë shumë e mirë edhe kundër problemeve të zemrës. Qershit e afta ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë dhe do të ulin rrezikun e prekjes nga ataku në zemër dhe do të jenë një zgjidhje efikase në dobi të organizmit tuaj. Ato ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak duke u dhuruar një trup të shëndetshëm. Një dietë e pasur me qershi mund të ulë rrezikun e prekjes nga sëmundjet e dëmshme. Duke qenë të pasur me fibër, ato promovojnë tretjen më mirë dhe ulin rrezikun nga prekjet e problemeve të zorës së trash. Veçanërisht qershitë e afta, të cilat përmbajnë disa enzima, ndihmojnë në trupin të rregullojë radikalet e lira. Qershitë ndihmojnë në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i antiocianinave që do të thotë se shëndeti i mirë i memorjes do të rritet. Ky frut është i shijshëm dhe ndihmon trupin të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorjen ndër vite. Ato kanë ndikime pozitive te cilësia e gjumit. Konsumi një tasi me qershie në darkë do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershitë ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe ciklit të gjumit tek njeriu. Kjo pasi janë të pasur me melatonin, një enzim që ju ndihmon të qetësoni organizmin. Këshillohet të konsumoni gjithmonë qershi të freskëta ose lëng të freskët të shtrydhur në mënyrë që të merrni të gjitha vitaminat dhe mineralet e tyre në dobi të organizmit. Disa njerëz i konsumojnë dhe i kanë shumë qejf qershit, bashkë edhe me bërthama i përdorin ato, por kjo për gastroenterologët mund të jetë dëmshme. Ekspertët dhe mjekët e urgjencës kanë lëshuar edhe një këshill. Asnjëherë mos i konsumoni qershit me gjithë bërthama, pasi mund të ndikojë negativisht edhe në tretjen tuaj duke nxitur kështu edhe probleme të ndryshme gastrointestinale. Të varfra në yndyra të pasur në ujë qershit përfaqësojnë një ushqim që ndikon në rënien në peshë. Jo vetëm kaq, ato hapin enët e gjakut dhe ulin nivelin e kolesterolit. Por për momentin, me që jemi në stinën e tyre, shfrytëzoni kohën e qershive për të ndjekur një dietë të pasur me to. 20 deri në 25 kokra në ditë është një zgjidhje shumë e mirë për të marrë të gjitha lëndët ushqyese. Sasia e këshillueshme e qershive që duhet të hamë brenda një dite është nga 20 deri në 25 kokra, por nëse nuk hani fruta të tjerë, mund të hani edhe më shumë. Në këtë rast, numri i tyre do të arrijë deri në të 70-at, duke i ndarë në 2 ose 3 porcione. Qershit përbëhen nga uji në masën 86% dhe kanë fibra që japin ndjesinë e ngopjes. Janë të pasur me potasium, i cili ka veti diuretike. Dieta duhet të mbahet në 3 ditë të javës. Mëngjesi duhet të niset me qershi të shoqëruar me qumësht soje, 1 deri në 2 feta bukë integral. Vakti ndërmjet mund të jetë një smoothie me qershi, kivi dhe banane. Për drek, hani një sallatë të madhe me finok, sallatë jeshile, rukola, domate dhe selino. Pas dite, hani përsëri qershi dhe për darkë një fileto peshku dhe një fet bukë integrale. Do të jetë thuajse e njëjta mënyrë edhe menuja e përgatitur në ditët e tjera. Sallata mund të ketë përbërës të tjerë si dhe perime të ndryshme. Qershit mund t'i alternoni në smoothie ose të freskëta. Shtoni në 2 feta të tjera edhe barishte si sallata, fasulet, bizele dhe thjerrzat. Kështu qershit do t'i japin gjithashtu vlera më të mira për shëndetin tuaj. Qershit përmbajnë vitaminën A, vitaminën C dhe potas, por në të gjenden edhe sasi të vogla të mineraleve, polifenoleve dhe fibrave. Ndihmojnë shumë në funksionet e aparatit tretës dhe kanë efekte antiinflamatore. Është një frut i mirë për ato që ndjekin një dietë për dobësi. Pasi ka pak sheqer dhe kalori, përmbajnë flavonoide dhe kanë edhe aksion të antioksidantëve që luftojnë radikalet e lira. Sipas studimeve, vetitë e qershive ndihmojnë edhe në probleme të kyçeve që vijnë kryesisht nga artriti. Në veçanti, qershit gjithashtu mund të ofrojnë shumë përfitime për trupin. Qershit përmbajnë nivele të larta të melatoninës që njihen si balanca e ciklit të gjumit dhe të zgjimit. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë konsumin e qershive edhe përpara se të flini për të nxitur një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.